Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së shijetarit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin gusht. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me javën e parë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energji të shenjës së gafores, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Gjithsesi, në fillim të javës parë, ju shoh që do të jepni drejtime emocioneve, do jeni në udhëtime, do të jepni drejtim gjithçkaje në lidhje me shtëpinë, me familjen. Për pjesën tjetër, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe në mesin e javës shoh fillime të reja nga zerua. Ju dëshironi të futeni në një njohje të re, aty në një udhtim do njihni një person, do ndjeni shumë entuziazm dhe dëshironi të riskoni në lidhje me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që do të jepni zgjidhje, një njohje që do futeni, por edhe njohjeve që keni lidhjeve marrëdhënieve tuaja, çështje dhe situata familje që kanë lidhje me fëmijët, me familjen, por dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një punë e re, një biznes, një partneritet, ose ju dëshironi të shkoni me pushime, ndjeni shumë entuziast aty, dhe shoh që do të jepni zgjidhje gjithçkaje në fund të javës. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni edhe me çështje dokumentash, me çështje ligjore, me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me zyrat. Por shoh një zgjidhje, vënien e një drejtësie, duke i dhënë drejtim gjithçkaje që ju keni në jetën tuaj. Dhe në javën e dytë është një energji fantastike, java e parë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjia e shenjës së peshqve dhe energjia e shenjave të tokës. Atëherë ju shoh që jeni duke menduar më logjikisht në fillim të javës, keni marrë eksperjenca si në lidhje me dashurinë, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, dhe unë ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me një person. Mund të jetë një person që ju futeni në një njohje të re, në një rast, në rastin tjetër ka të bëjë me persona që janë të distancuar emocionalisht, kanë një shkputje, ose personi mund të jetë edhe në distancë. Dhe shoh që me këtë person do bashkëpunoni me njëri tjetrin, sikur jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër kanë të bëjnë me institucionet përsëri shtetërore, me zyra, me dokumenta të ndryshme, mund të jenë një patent, dokumenta për shkuarja shtetit, leje qëndrimi, dokumenta shtëpie, varet nga dokumentat që ju keni. Kjo i përfshin gjitha llojet e dokumentave. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet tuaja, ku ju merrni vendime të rëndësishme, merrni disa para, ndoshta për studimet tuaja. Shoh që do merrni ose ju keni mbledhur një shumë të konsiderueshme parash. Për pjesën tjetër, shoh që do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me blerje. Është blerja e një shtëpie, blerja e një makine, ose ju mund të investoni në shtëpinë tuaj, mund të investoni te fëmijët tuaj gjatë fundit të javës. Në rastin tjetër mund të jeni duke shkuar me pushime dhe aty do merrni disa para duke i shpenzuar me familjen tuaj. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi rrotën e fatit, keni 4 energji këtu, është energjia e shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Jemi te energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjave të ajrit.
unë shoh që ju do çoni gjithçka para. Fati do t'ju ndihmoj për të çuar një dashuri para. Dhe shoh që nuk e di, por jeni në një situatë ku jeni duke menduar, ju mungon një person ose ju më tepër ju shoh që ndiheni të pakënaqur, dëshironi të çoni gjërat para në lidhje me një njohje, merrni vendime të rëndësishme, por shoh një lloj pakënaqësie. Për pjesën tjetër shoh që ju keni arritur një lloj standardi dhe mendoni do keni ide të reja në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndërsa për disa të tjerë shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me një njohje, lidhje ose marrëdhënie, ku jeni ndier të pakënaqur fal një trekëndshi që mund të ketë qenë. Dhe këtu flasim për një pjesë specifike, jo të gjithë janë në këto situata. Shoh që mund të ketë një ndërhyrje në marrëdhëniet tuaja ose dikush është një person i tretë në marrëdhënie. Ju dëshironi vërtet, por fati do t'ju ndihmoj për t'i kuptuar këto situata gjatë kësaj jave. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ndiheni të pakënaqur në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me parat, me anën ekonomike. Ose ju ndiheni që keni bërë shumë, keni dhënë shumë në familjen tuaj, keni marrë shumë pak, ndiheni të pak të zhgënjur ose mund të ndiheni edhe të mërzitur, jo domosdoshmërisht mund të jetë një zhgënjim i madh, mund të jenë zhgënjime të vogla. Dhe kjo gjë ju bën duke menduar dhe duke pasur ide të reja se si t'i çoni gjërat para. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, duhet keni kujdes në javën e tretë nga një zhgënjim, nga një person i tretë, edhe te vendi punës, që mund të bëj diçka që vërtet ju zhgënjej ju, por fati do t'ju ndihmoj në lidhje me këto situata. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, dhe përsëri energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, të gjitha ata që dalin nga një zhgënjim, sepse shoh një trekëndsh këtu, ju shoh që ju do jeni përqendruar kaq shumë te kjo humbje e kësaj dashurie që keni pasur, saqë nuk shikoni mundësitë dhe ofertat. Por unë shoh që ju do dilni nga kjo situatë dhe do shikoni dy mundësi ose dy oferta që do t'ju vinë në lidhje me njohjet, lidhjet ose mundësim në lidhje dhe me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju do përqendroheni te dështimet që keni pas në jetën tuaj, ndoshta në lidhje me një zhgënjim që mund të keni marrë te vendi punës, nga ana ekonomike, ose në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni pasur, ose edhe në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, por gjithsesi unë shoh që ju do keni mundësi, dhe këto mundësi sikur do t'ju bëjnë të buzëqeshni. Dhe në mesin e javës shoh që ju arrini të stabilizoni gjithçka. Në lidhje me personat që do jeni një njohje të re, ju shoh që ndiheni shumë festiv, do jeni duke takuar këtë person, do jeni duke festuar, do stabilizoni njohjet, lidhjet që keni. Ndërsa për pjesën tjetër shoh mund të jeni në festime familjare, mund të jeni me pushime, aty jeni duke festuar, ndjeni shumë të gëzuar. Për pjesën tjetër, në momentin që t'ju vinë këto oferta, ju do arrini të stabilizoni diçka. Mund të jenë oferta në lidhje me punën, në lidhje me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, dhe ju arrini të stabilizoni situatat. Ndërsa për një pjesë tjetër, kjo ka lidhje me investime të ndryshme që dëshironi të bëni në shtëpi, ose ju merrni ndoshta nga një trashëgimi, ose mund të merrni disa para, mund të psoni një zhvendosje nga një zhvendosje shtëpie, ose nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, dhe fundi i muajit ju gjen me sukses, me fitore, me udhtime. Ju do keni sukses në dashuri, mbas një takimi që do keni, do stabilizoni situatat në njohjet, lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, dhe ky do jetë vërtet një sukses për ju, por ju shoh shumë të suksesshëm dhe te vendi punës. Por është një sukses që jo të gjithë do gëzojnë për këtë sukses që do keni, sepse shoh që do ketë njerëz që do t'ju mbështesin, por do ketë njerëz që nuk do ta shohin ose do kenë zili ndaj këtij suksesi që ju do keni në fund të muajit. Është një muaj fantastik, ju do t'jepni drejtim emocioneve, njohjeve, lidhjeve, dëshironi të filloni të bëni një njohje të re dhe do t'jepni zgjidhje, merrni vendime të rëndësishme si në dashuri, por edhe në lidhje
me shpinë, me familjen, me pushimet, por dhe me disa para që do merrni ose me blerje të ndryshme që do bëni, fati do t'ju ndihmoj të zbuloni diçka në lidhje me një trekëndsh, ku ju jeni ndirë të pakënaqur, me një zhgënjim, me diçka që mund të ketë lidhje dhe me dashurim, mund të ketë lidhje në familje, me punën, por dhe me situatat të tjera, me dokumentat, me studimet tuaja. Gjithsesi, java e tretë ju do buzëqeshni, do shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë, dhe kjo gjë sigur do t'ju çeli pak, takime në fund të muajit, festime, zhvendosje shtëpie, investime në shtëpinë tuaj, festime me familjen, dhe suksesi ju pret në fund të muajit. Është një energji fantastike që erdhi në lidhje me ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëhere është një energji përsëri fantastike, jeni te dhjeta e kupave, një energji uji, shumë lumturi në familjen tuaj top. Do ndjeni shumë të gëzuar, shumë të kënaqur duke festuar në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni, por edhe me miqtë tuaj për një pjesë tjetër. Kjo tregon lajme të mira, çlirim shpirtëror dhe gjithçka që ju mund të keni. Bëni gjëra të moshës tuaj, është e nevojshme që ta bëni këtë gjë, të ndjeni mirë, të ndjeni të gëzuar me miqtë tuaj, me familjen tuaj. Atëherë është një mesazh fantastik për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj video, një fundjavë sa më të këndshme, dëgjojmë në videot e radhës.